Miqtë mi të dashur, po takohemi bashk edhe këtë javë në Spektri Podcast. Data 2 prill është dita botërore e ndërgjegjësimit të autizmit. Dhe unë kam ftuar në studio Fidan Nuhiun, i cili është studiuesi i autizmit, me të cilin do të flasim sonte për sfidat, metodat më të mira të punës, si dhe mënyrën se si ne mund t'i ndihmojmë fëmijët me autizëm. Fidan, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta, falenderoj për ftesën. Kënaqësi. Fillimisht dua t'i falenderoj 2 sponsorat e emisionit ton, të cilat janë 2 kompanitë më të mëdha vendore, kompania Royal Beverage, e cila ka shumë lloje të pijeve në treg, e ne në studio i kemi disa prej tyre, dhe kompania transportit Viator. Fidan, kënaqësi t'ju kem në studio dhe sigurisht flasim për një temë e cila është autizmi. Fillimisht tregona pak çka t'ka inspiru, çka t'ka frymëzuar me studiu për autizmin edhe me u marrë me fëmijët me autizëm. Mendoj që ka kalu shumë kohë dhe ndoshta kam harru pak se çka më ka shtyru marrë me këtë punë. Mirë po, të vazhdimisht se çka më motivon me punu me këtë punë është normalisht njerëzilloku, edhe më pëlqen pjesa e humanizmit edhe pjesa e terapisë. Mendoj që është një profesion shumë i mirë. Pavarësisht se nuk shef gjëra të bukura, nuk dëgjon tema të bukura, mirë po është profesion i bukur. Normalisht edhe të bukura sheh kur sheh sukses tek fëmijët, kur sheh një gjë që është që ka andru me arrit një fëmijë, edhe ka arritur, është gjë e madhe shumë, mirë po motivon ajo që është diçka që jetë tu kontribu, jetë tu e bo një punë që është shumë e shenjtë, shumë e rëndësishme edhe pa ndihmon dikë në masë të madhe. Cilat janë ato sfidat më të mëdha edhe gjithashtu ato kënaqësi që i përjeton ti në këtë profesion? Përveç kësaj që tham që është ndjenja e mirë kur ti e kupton se po i ndihmon sidomos fëmijëve. Cilat janë më shumë ato sfidat me të cilat përballesh? Sfida prej mëngjesit deri në mbrëmje, ki vazhdimisht sfida, edhe sfida më të ndryshme. Asnjëherë nuk je në gjendje ta dish se sot çka duhet të punosh, se sot çka duhet të bësh. E ke një program normalisht se ti e din se çfarë objektiva ke. Mirë po, se çfarë sfida të presin, nuk e den asnjëherë. Është punë e tillë. Mirë po, ajo çfarë unë shumë shpesh e promovoj janë 2 sfida të cilat na përballemi për ditë. Njëra është se me e shtu cilësinë punën tonë që me pas një kualitet më të mirë të dhënies së shërbimeve, edhe tjetra me promovu punën tonë. Për shkak se ende është e rëndësishme me pa njerëzit se fëmijët me autizëm trajtohen, fëmijët me autizëm e kanë vendin në terapi dhe nuk është që e kanë vendin në një dhomë duke i fshehur rastet e tilla. Kështu që të dyja janë gjëra të cilat na për ditë përballemi. Kështu që kjo është sfida. Edhe tjetra ishte më duket kënaqësia, po. Kënaqësia që kam knaq mu vazhdimisht është kur unë e shoh një buzëqeshje tek fëmijët, kur e shoh një gjë që e ka arritur fëmia kur më gëzohem ndoshta njerëz që e shohin punën tonë thonë adin çfarë gëzimi ke këtu se komedi çka ka arrit. Për mua është arritje, për shkak se kam punu gjatëm për me arrit një gjë ai fëmijë, kështu që për mua është një arritje shumë e madhe. Kështu që më gëzon çdo arritje sado që e vogël mund të jetë sytë të tjerëve, më gëzon shumë. Flasim pak të tregom çush është një ditë e zakonshme për shembull e punës tuaj me fëmijë. Çush fillon dita kur keni me bëu terapitë? Po flasim tash për qendrën ERA me të cilët ju punoni me këta fëmijë. Tregona çush funksionon një ditë me fëmijët? Zakonshëm dita te qendra ERA fillon prej orës 8. I presim fëmijët e parë sepse nuk punoj vetë, punoj me 3 asistentë të tjerë, edhe secili punon me një fëmijë. I presim fëmijët e parë, e mbajmë një mbledhje para se të fillojmë seancat, duke diskutuar se çfarë mund të bëjmë, çka kemi me bë sot, çfarë gjëra kemi pasur dje që kemi lënë për sot, kështu që i diskutojmë çato dhe fillojmë me një intensivisht me punën. Edhe secili hyn në dhomën e tij edhe punon me fëmijën të cilin e ka përballë. Kështu vazhdojmë me seancat e 2-ta, 3-ta, 4-ta, do të thotë vinë vazhdimisht fëmijë, shkojnë një pjesë, vinë një pjesë tjetër, shkojnë disa, vinë disa, edhe kështu që ditët e zakonshme. Pastaj kena ditët në cilat ne duhet i vlerësojmë fëmijët, i kemi ditët në cilat takohemi me prindrit një nga një, gjithmonë po flasim, edhe i diskutojmë temat cilat për shembull nëse flasim me prindrit, i diskutojmë tema të cilat janë ato i punu, çka po dojmë na me arrit, çka po shohim prindrit, si po sillen fëmijët në shtëpi e kështu gjëra për të ndërhyrë në tema të cilat vazhdimisht po i përjeton fëmia.
Lirisht mundesh me u shërby me një nga pijet e sponsorit ton, Fidan. Të flasim pak, qendra era funksionon në Preshevët në Bujanoc. Është një numër i konsiderueshme i fëmijëve në vendin tonë të prekur me autizëm? Si nuk kemi bën ndonjë hulumtim na tamam në Preshevë. Mirë po, nëse flasim për hulumtimet botërore, për shembull Autism Speaks, e cila është duke bërë bajagi hulumtime, po edhe ICD-10 e disa tjerë. Të kaluarën, për shembull flasim para viteve të 90-ta kanë qenë 90.000 raste që është diagnostikuar se ky fëmijë është autik. Ndërkohë që tash, domethënë hulumtimeve pas vitit 2015, bëhet fjalë për 20-25 vite, hulumtimet janë 1 në 38. Do të thotë është shifra marramense janë rritur. Normalisht në të kaluarën edhe nuk është që i kanë identifikuar shumë let rastet, ndoshta edhe i kanë diagnostiku pak më ndryshe për shkak të simptomave. Mirë po prap edhe nëse është rritur pak për shkak të këtyre, është një rritje shumë e madhe. Kështu që mendoj se nevoja edhe në Preshevë, sepse nuk flitet veç për një vend, po flitet për në gjithë botën, edhe në Preshevë është vazhdimisht duke u përballur edhe Presheva me raste të tilla, kështu që numri është veç të rrit. Përkundër që terapistat janë duke u shtuar, mjekësia është duke u avancuar, autizmi është duke u rritur. Cilat janë ato shenjat e para tek fëmijët që munden me i has prindrit ose mësuesit tek fëmijët me autizëm? Prindrit zakonisht i vrejnë kur fëmia rreth moshës rreth 18 muaj, zakonisht prindrit vinë edhe tregojnë se ose nëse edhe vinë pas kësaj kohe thonë prej muajit 18 kanë filluar ta vrej se fëmia nuk po shikon në sy, tamam nuk po krijon kontakt me sy, fëmia nuk kishte interakcion me tjetrin, fëmia nuk përgjigjej emrit kur e thresnim, kishte disa ndryshime, shohin do gjëra të cilat vërtet shkojnë ndryshe. E thjesht me emër nuk e kthej ke kryen asnjëherë sa që kemi çuar te mjeku me pas apo dëgjon ajo. Edhe pse ai në dhomën tjetër kur dëgjonte një reklam ose një muzikë ose diçka në televizor ngajke mas asaj, mirë po kur e thresh me emër asnjëherë sa kthej ke kryen. Fillojnë çështë gjëra. E çdo tema kur e shet që po fillojnë normalisht prindrit e para gjë që përjetojnë është shok, se besoj, është mos pranimi, është edhe kur fillojnë të ne me ardhë, pastaj unë zakonshëm kur mendoj që kanë nevojë për mu diagnostiku, i orientoj tek psikiatri, edhe çdo shenjat e para të cilat prindrit i vërejnë tek fëmijët. Edhe pastaj fillon trajtimi. A e kanë problem prindrit me pranu si realitet edhe ndoshta pavarësisht atyve që veç vendosin me i pru fëmijët për trajtim, ata të tjerë të cilët ndoshta nuk i sjellin, a është pengesë e mentalitetit halate na që nuk e pranojnë realitetin që fëmijët mundon me pas një çrregullim ose të jenë me autizëm? Unë shpesh edhe me studentë kur diskutoj, kur ligjëroj, i them kështu. Paramendojeni sikur jeni nisur me një pushim ndeti. Edhe para se më unis për atje, ti e ke pa tek vetë, domethënë e ke pa vendin ku ke me shku, ke fillu me bë gati aparatin, e ke bë gati, e ke kshyrë në map aty ku cilët restorante të bukura kemi vizitu, ke bë disa planet tua, edhe hip në aeroplan, edhe niset aeroplani. Kur ateron për shembull në Palestinë, është luftë e madhe, gjithçka ndryshon jetën tënde. Çka është gjëja e parë që përjeton? Është shok. Wow, tash çka duhet bëj? Gjithçka ndryshon tek jeta jote. E njëjtë është edhe me fëmijën, kur ti përgatitesh se është duke ardhur në jetën tënde një fëmijë, edhe ti përgatitesh për kur lindën ai fëmijë, edhe ti i ke blet tesha, ke pas, sidomos tash blejnë tesha edhe para se të lindë. Po. Edhe kur lindën fëmija, kur fillon zhvillohet, është që ka një farë ngjecje që fëmija nuk po fillon me fol asnjë fjalë, fëmija nuk po kupton fare fëmija. Gjëja e parë që priton është shok, edhe gjithçka ti e shef se po ndryshon jetën time. Normalisht që e para gjë që ti s'mund ta pranosh, edhe nëse kish me ndodha ajo e para që thash, nëse kish me atëruar aeroplan që kishte më thonë inshallah më në ëndër. Po, e vërtet. Për shkak se e ke shumë të vështirë ta pranosh. Ndoshta kur je objektiv siç jamone, siç je ti, gjësa nuk kemi të bëjmë, nuk jena subjektiv në ato raste, mund të diskutojmë dhe të thojmë, mendoj se duhet ta pranosh. Është vërtet që duhet ta pranoj, gjën më të mirë që mund ta bëj për fëmia, prindi për fëmijën e tij, është që ta pranoj gjendjen e tij. Mirë po, normalisht që kur je subjektiv, kur është të ndodh ty. Edhe sigurisht që duhet kohë derisa ta pranojnë si realitet. Derisa ta pranoj, derisa ta kuptoj edhe gjithçka që
veprojnë në shumë shpesh shoh prindërit që e fajsojnë vetëm për ta marrë diagnozë, shpesh thonë, unë i kom fajt, unë nuk e kam ndumendën, unë pa ta angazhu shumë me punët e mia, unë mbajsha kurs, unë bëjsha kështu. Po është që diçka që po bëjnë është janë duke e fshirë diagnozën. Sa është e rëndësishme filan ndërhyrja e hershme? Çfarë ndryshimi mundet me bëu ajo ndërhyrja në jetën e fëmijëve? Për shembull, në momentin që e kuptojnë dhe janë shumë të vetëdijshëm me i pru sa më herët në terapi fëmijët, sa është efektive kjo? Sipas studimeve të Harvardit, fëmia që zhvillohet prej 0 deri në 6 vjeç, truri i fëmijës, nuk zhvillohet as prej 6 deri në 70 vjeç. Kështu që është shumë e rëndësishme, që kjo është bazamenti, 0 deri në 6, është shumë i rëndësishëm intervenimi i hershëm. Intervenimi i hershëm është ai bazamenti më i rëndësishëm i komplet ndërtimit tonë. Unë e tena çata 6 vjeçar që kemi qenë, ndoshta me më shumë peshë, më shumë qime, më shumë diçka, mirë po jemi çata 6 vjeçar. E ke pa për dikon kur thoj ky fëmijë ka zavrakë, se çata jemi ne. Pastaj çfarë? I ndërtojmë muret, mirë po bazamenti është në qatë kohë. Do të thotë intervenimi i hershëm është shumë i rëndësishëm dhe punën më të mirë që mund ta bëjmë prindërit me fëmijët e tyre është që ta pranojnë gjendjen e tij edhe të intervenojnë në sa më herët të jetë e mundshme. A ndodh që për shembull e ngatrojnë, munden fëmijët me pas ndonjë çrregullim tjetër, e ngatrojnë me autizmin ose e kundërta? Për shembull, ndodh që ndoshta fëmia ka një çrregullim tjetër e ngatrojnë me autizmin ose e kundërta. Qysh me ditë saktë çfarë çrregullimi kanë fëmijët? A ja bani diagnozën jo, a çysh funksionon? Zakonisht diagnozën e bën ekipi multidisiplinar i cili përbëhet prej psikiatrit, pediatrit, mësuesit, defektologut, psikologut, logopedit. Ata gjithë japin nga një mendim edhe në fund psikiatri nënshkruan mendimin e gjithëve dhe vendosin diagnozën. Mirë po, ngatrojnë shpesh prindërit gjën me autizëm, prindërit gjithçka që shohin tek fëmia është autizëm shpesh. Është që fëmia ndoshta kanë njerëz thon për prindërit duket me kjo e këmishës me evrat i kieta i thonë autizëm, por din çat që e kanë frikë për autizmin, edhe shpesh kur i thotë dikujt nuk është autizëm, është e kupton thotë ka aftësi kufiziore intelektuale, që ka autizëm, se i duket aq e vështirë, aq është mund të edhe vështirë, mund të kenë edhe pjesërisht të drejtë, po se çfarë realisht prindërit, se si duhet të veprojnë edhe si e diagnostikojnë, është shumë më rëndësi që të marrin hapa drejt profesionistëve, jo patjetër me shku në rrugë të gabuara. Unë e shoh shpesh herë që prindërit e kanë një farë tendencë, fëmia im s'po fol edhe shkon te limullin te tova atje me pi do ujë edhe mendon se nëse pi ujë, fëmia fillon me fol. Edhe nëse pen ujë fëmia nuk kam filluar të folë dimse, për shkak se fëmia duhet të mësojë të folë për të folur. Sakt. Për shembull, nëse kish me qenë zhvillimi i trurit me ujë të mullirit ose me shku tek mali të morit, ose ku i diun ç'a bëj kështu bestidni, atëherë shko te mali të morit freni natë kur çosh nesër jemi doktoratur. Po. Po nuk ndodhet ashtu po. Kështu që fëmia edhe po që se ka një çrregullim, për shembull nuk dëgjon fëmia, edhe shkon ja vendos ti një implant kohlear dhe fëmia fillon me dëgju. Fëmijës prapë duhet të thonë që kjo është molla. Molla. Për shembull ky është tasi. Ky është tasi. Fëmia duhet ta kuptojë që kjo është tasi për ta thënë që kjo është tasi. Fëmia pa dëgju, e din ti kinezisht i thon perdeve? Jo. A kupton? Ti duhet ta mësosh se si thon perde për të thon perde, kupton? Kështu që është shumë e rëndësishme. Këto janë dy, gjuha receptive dhe gjuha ekspresive. Pa mësu gjuhën receptive, që është e para, nuk mund ta thosh gjuhën ekspresive. Gjuhën e shprehur. Do të thonë e shoh, po e them, ose e shoh po s'mund ta them. Kupton? Kjo është patjetër që kur e shoh e kuptoj dhe e them. Nëse nuk ndodh që ky proces biologjik patjetër, atëherë fëmia ka shumë vështirë të flasë. Kështu që gjithë prindërit që shohin se tek fëmia i tij po shkon diçka ndryshe, i rekomandoj të gjithë prindërit që të drejtohen tek profesionistët. Unë shpesh kur i orientoj tek psikiatri, prindërit kanë një farë droje. Pse te psikiatri nuk ka interes, ai nuk shet barna, më thon pi barna ose pi diçka, nëse ti nuk ke nevojë për të. Thjesht shko vizitoje, ai nëse s'ka asnjë lloj problemi e nuk ke nevojë për të marrë shërbimin prej tij, ai thotë s'ke nevojë të vesh më. Po. Nuk ka interes që ty të zhagoj ose diçka. Mirë, po shoh këtë frikën. Kjo shpesh herë nuk është frikë se po keq përdoret, po frikë nga pranimi.
E vërtet. Po e thot atë fjalën që s'du ta pranoj edhe Po veç fakti për me pranu si realitet edhe me kërku ndihmë hapur, në qoftë te psikiatri, në qoftë te jo, është një mundësi shumë e mirë me ndihmu fëmijëve dhe kjo është shumë e nevojshme me kuptu prindrit, realisht prindrit se nëse vonohen, ndoshta veç procesi është më i mundimshëm. Tregona pak Fidan, cilat janë ato metodat më efikase që i përdorni ju në trajtimin e fëmijëve për m'ia zhvillu pak a shumë ato aftësitë ose metodat që i përdorni? Puna jon për zakonshëm bëhet me terapi të caktuara. Për shembull, mund të jetë ABA therapy, mund të jetë deep floor therapy, mund të jetë play therapy, terapia lojës që njihet. Edhe çdo terapi patjetër që duhet të kenë një program. Për shembull, nëse marr një fëmijë i cili ka probleme me performancë vizuale, performanca vizuale i bie gjërat më u vendos në vendet e saj. Për shembull, fëmijë me autizëm shpesh herë shef që t'ia jep veturën, ai nuk lun me veturën siç duhet, po e kthen prap. Kështu që e shet që nuk e kupton funksionin e tyre, nuk i vendos gjërat në vendet e tyre. Që kjo është shumë e rëndësishme që punot për shembull me performancë vizuale ose me diskriminimin, që me dallu se kjo është kjo apo është kjo. Ja çdo dy gjëra, mollën dhe qenin, edhe cila është preke mollën, me prek mollën, preke qenin, me prek qenin. Kur fillon diskriminimi, veç ka fillu komunikimi, ka fillu gjua e kuptuar edhe ka fillu ti me e ki thy atë dritarën edhe ja ki kap dorën fëmijës. Hajde tash. Kupton? Që kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që janë disa prej teknikave që ne i përdorim varësisht prej nevojave të fëmijës që i ka. Edhe une shpesh herë kur diskutoj me prindër edhe vinë dhe ata kanë insistojnë me Fidan tregom sinqerisht diçka. A është me autizëm ose është me autizëm? Kështu gjëra kanë nevojë për emrin me e kuptu. Edhe une shpesh ja them që diagnoza si diagnoza është veç emër. Nuk është patjetër që fëmia çka nëse i thom një person, për shembull one e kam diagnozën autik, tash diagnostikon me autizëm, po këtë jam të funksionuar, por nuk është shumë problem. Mirë, po çka nëse për një fëmijë e çon në Angli ndoshta me ekip multidisiplinar dhe në fund thonë që s'është autik. Çka ke fitu kur ai fëmia nuk është tu e kuptu, nuk është të njoh babën dhe nënën. Kupton? Që kjo është thjesht emër. Diagnoza është shumë e rëndësishme që me fëmijën të punohet me gjërat që ai nuk është duke i bërë, ai nuk është duke i ditur, ai nuk është duke funksionuar ato gjëra, çto është shumë e rëndësishme me u punu me këto gjëra. Kështu që unë inkurajoj prap po them gjithë prindërit që tek me profesionistë diskutojnë. Mos të marrin veprime as për YouTube-s, as për çfarë do të thonë ai këshillon ju prindrit apo ato vetë mundohen pastaj me holumtu metodat se çysh me u marr me fëmijët në shtëpi. Prindrit i këshillojmë normalisht edhe një gjë ja them shumë shpesh gjithë prindërve që nëse s'punon fare me fëmijën tënd në shtëpi të paktën mos e bëj të kundërt të asaj që e bëjmë në terapi. Po. Për shembull, nëse unë i them fëmijës mos me qëndru në telefon. Edhe fëmija qanën i them jo, qanën i them jo, qanën i them jo. Edhe du m'ja eliminu këtë sjellje problematike. Edhe ti në shtëpi ja jep fëmijës telefonin. Haj mu më shef të keq postaj. Po. Qa bëjmë, jena të e bu të kundërtën e terapisë, gjithë ditën që kemi punu. Sakt. Gjithë duke, po sigur ai tipi që e shtron me cement gjithë atë stazën, edhe dikush e fut këmbën në cement. Po. Aty leshenja dhe normalisht që e ke bë të kundërtën asaj që e ke punu në terapi. A ndodh për shembull që për shkak të mundësive financiare, prindët e pranojnë si realitet, po për shkak kushteve nuk munden me çu fëmijët në për terapi, ose në këtë rast po du me lidh pak të rasti juaj të qendra IRA se i pash disa thirrje, disa aksione të cilët i keni bë për njerëz me ndihmu fëmijët me autizëm. Tregon pak a ndodh që prind për shkak mundësive financiare mos me i pru edhe sa janë të hapur qytetarët ose me ndihmu këtij aksioni. Tek ne ende nuk e kemi kthyer dikë që s'ka pasur mundësi të paguaj. As nuk është e rëndësishme tema pagesës tek ne. Mirë po, terapia do kohë, edhe terapia me që do kohë ka kosto. Kështu që shumica e fëmijëve që trajtohen nuk është 1 muaj, 2, 3, ka fëmijë me vite që trajtohen. Edhe ata që s'kanë mundësi, ata nuk paguajnë, po edhe ata që kanë mundësi, i bie që ta dëmtojnë buxhetin e tyre familjare dhe ne me çat aksione që kemi kriju, kemi menduar që me i kriju disa kupona
ku prindërve i dhurojnë kupona, edhe ata në vend pagesës sjellin kupon, kështu që edhe nuk e dëmtojnë buxhetin e tyre familjar, e kursejnë buxhetin e tyre familjar, edhe i marrin shërbimet e nevojshme për fëmijët e tyre. Sa i përket pjesës financiare, unë gjithë ata cilët janë duke na shiku, edhe mendojnë se nuk kanë mundësi që të paguajnë për fëmijët e tyre, e kanë derën e hapur tek ne. Asnjëherë mos të ndalen për pjesën e pagesës. Sa mirë. Një gjast jashtë zakonisht shumë i mirë, Fidan. Tregon pak sa keni mbështetje financiare prej institucioneve publike, konkretisht prej komunave. A janë të gatshëm ata me kontribu ose më saktë me ndihmu qendrën Hera për këta fëmijë me autizëm? Nuk kemi pasur deri tash ndonjë përkrahje në kuptimin e mbajtjes së qendrës Hera. Ndoshta ndonjë projekt, për shembull, nëse kemi bërë një seminar për diçka po mirë, po konkret diçka për shembull për të ndihmuar fëmijët, përkundrazi jo. Kështu që ne edhe qira paguajmë për shembull në objekte që i shfrytëzojmë, edhe normalisht qiraja ka kosto edhe shtohet edhe pagesa e fëmijës. Kështu që nuk është që e kanë pa të arsyeshme. Për ne nuk është fare problem. Ndoshta është për fëmijët problem, po çështja është se a kemi pasur përkraje? Jo. Fatkeqësisht. Shumë keq, domethënë se e dim në çfarë kushte funksionon. Mos na keq kuptojnë politikanë, jo, na keq kuptojnë pa problem, kjo nuk është diçka për më keq kuptu, kjo është për i mirë kuptu raste të tilla, sepse realisht na e dim se si funksionojnë ose ç'është jetojnë njerëzit me familjet tonë. Tash nëse si ndihmojmë edhe fëmijëve me autizëm ose me një rregullim të caktuar, e fatmirësisht që ata kanë qendrën Hera në Preshevë dhe Bujanoc, për ne është për keqardhje. Kështu që shpresojmë të paktën nëse jo deri tani ardhmën me bo një hap konkret dhe me ndihmu këta fëmijë, sepse është jashtëzakonisht e nevojshme, po shpresoj shumë. Tregon pak, Fidan, cilat janë ato sfida që fëmijët përballen në shoqërinë, në jetë, fëmijët me autizëm, prej rasteve që ju i dini, a kanë ndonjë sfidë që ju i dini apo ata vetë tregojnë, a i dallojnë shoqënia në shkollë ose në jetë këta fëmijë? Shoqënia është duke u bë më inkluzive. Mendoj që shoqënia është duke u bë më pranuese për fëmijët me nevoja të veçanta. Mirë, po fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë nevojë as për mëshirë, as për përgjigje. Gjë më e rëndësishme që fëmijët me nevoja të veçanta kanë nevojë është për institucionalizim. Për shembull, kanë bërë me ligj inkluzionin që fëmijët me nevoja të veçanta të marrin pjesë në shkolla. Shkollat nuk kanë as pjerina, nuk kanë as lift, nuk i kanë as kushtet minimale për të inkluduar një fëmijë me nevoja të veçanta në shkollë. Thjesht aty çai bën kjo, më falni shpejt, Erasme në klasë. Ç'është? Rase ç'aty? Po. Edhe lëre. Edhe ti me legje ki që me pranu fëmijë në klasë. Ai mësuesi e pranon. Mirë, po, suksesi normalisht do ishte shumë i pakët, por çose fëmia me nevoja të veçanta nuk e plotson asnjë kush shkolla për as në pjesën teknike për fëmijët me nevoja të veçanta. Kështu që nuk është veç kjo është një problem në Ballkan që shoqëria është duke ndryshuar. Mirë, po institucionet nuk janë duke ndryshuar si duhet. Do thotë, sidomos në aspektin teknik, nuk janë duke ndryshuar, thuaj se asnjë shkollë nuk ka lift. Shkollat nuk kanë pjerrina. Edhe ato pjerrina që i kanë sa për me u përballë me ligjin, e kanë kështu pjerrinën. Që ti me lshu kolicën bie poshtë. Bie poshtë. Fatkeqësisht. Kështu që nuk e shoh që janë duke kontribu, nuk kemi në rrugën e duhur. A kishmi mujt me bon një sistem arsimor ma gjithë përfshirës për këta fëmijë, ose si kishmi mujt me bon? Mendoj që pjesa institucionale, pjesa teknike në institucione do ishte në rëndësishme më rregullu. Edhe pjesëmarrja e logopedëve, defektologëve, ergoterapeutëve është e rëndësishme me ushtu pjesëmarrja atyre në shkolla. Për shkak se është numri i fëmijëve me fëmijëve me PIA, këta janë fëmijë me plan individual arsimor. Fëmijëve me PIA është duke u rritur. Kështu që mendoj se është shumë e rëndësishme që një shkollë e cila e ka mungesë logopedin, defektologun ose ergoterapeutin, është shkollë e mangët edhe nuk i plotson kushtet për të qenë shkollë inkluzive. A të ka ndodhur për shembull prej rasteve kështu që i ke pas dikush prej mësuesve me kuptu që fëmia e ka ndonjë çrregullim ose më saktë është me autizëm edhe me të kontaktu ty. Nëse jo prindrit se kanë kuptu, domethënë shkollë kanë mujt me kuptu mësuesit e fëmijëve. Ndoshta për autizëm tamam jo, mirë, po për vështirësitë në të nxënë ose për
sjellje problematike ose sjellje kundërshtuese opozitare, po, ka ndodhur disa herë. Bile unë kisha inkurajoj prindrit që mos t'i keq kuptojnë mësuesit kur të thojnë që mendoj se ke nevojë për një konsult profesionale për fëmijën tënd. Sepse mësuesi nuk ka asnjëherë interes që fëmijën tënd ta diagnostikojë. Po e kuptoj. Ai ka 27 nxënësa. Po. Edhe njërin e shet që ky po e ka më të vështirë me u inkuadrua dhe mu integrua dhe me vepru ashtu siç po veprojnë tjerët, me hin rresht, me hin rreth, me vazhdu lojën, me vazhdu. Kështu që unë i kisha inkuraju që mos t'i keq kuptojnë prindrit. Mos t'i keq kuptojnë mësues. Ti pranojnë po si këshilla të mira, po. Le ta pranojnë si këshilla dhe le ta kontaktojnë profesionist. Ndoshta në vërtet ka të drejtë mësuesi. A kishe dashur në ndodh diçka me neve, ndonjë përvojë, ndonjë rast më specifik i cili ka pas një rezultat shumë të mirë të fëmijëve që ke punuar ndonjë prej fëmijëve, edhe pak a shumë tregon sa kohë marrin për me bo terapi fëmijët, sa zgjat një terapi sa vjet ose me kohë. Trajtimi do kohë. Gjithë prindrit duhet ta kuptojnë se trajtimi do kohë. A kemi pasur raste? Po, kemi pasur raste që kemi arritur bajagi sukses. Edhe ne bile i japim diplomë ai fëmijë i cili me moshën mentale ka arritur moshën kalendarike që e ka, edhe me gjitha sjelljet edhe komunikimin edhe veprimet, interaksionin, kur arrin në do thot për mosha kalendarike me moshën mentale, atëherë i kena dhënë diploma fëmijëve, kështu që i kena besoj rreth 7-8 ose 10 fëmijë që i kemi dhënë diploma. Njëri prej rasteve për shkak që më kujtohet edhe shpesh është i inkurajoj prindrit tjerë me rastin e tillë, jo që e përmendi me emër për shkak se është rast konfidencial, po ja tregoj. Ishte rast shumë që prindërit pa të marrë shumë seriozisht. Edhe veç prindërit që e marrin shumë seriozisht punën me fëmijë i diplomojnë. Okay. Ata të cilët ajt një muj prindër prej bëj pauzë e shef që po kanë vështirësi edhe fëmijët shumë shpesh regresojnë, kthehen te mas. Kujtohet ky rasti, i kishin diagnostikuar në Zvicër dhe do të thotë kishte diagnozën e autizmit. Mirë po Carl Jung, për shembull, njëri prej psikologëve teoricianëve më të fortë që i di, ka thënë trajtoje, pastaj jepi emër. Jo më dhën emër, pastaj më trajtu se mund dalet diçka tjetër. Fillimisht trajtoje, shifese. Kështu që njëri prej rasteve më kujtohet kishin diagnostikuar me autizëm. Edhe kena punuar 2 vjet me të. Besoj që çdo ditë ka ardhur. Edhe kur ka qenë i smur ka ardhur. Edhe pse ne nuk i planojmë fëmijët kur janë të smur, i them tema. Me kthy tema në shpe. Çdo ditë ka ardhur. Ndodh që ditë bajrami, urime bajramin aja zamentoni këtë ditë. Ka dalë se për ditë janë ato punu. Po seriozisht e pa të marr. S'ka mungu asnjë ditë. Edhe sot është djalë nxënësi më i mirë në klasë. Sa mirë. Do thotë kena bënë një gjë që është mrekulli për ata që na punojmë. Është diçka që nuk të vinë më shumë punën tënde. Unë edhe kur dështoj dikon them, po ama të se din çka me të. A kupton? Kështu që është motiv edhe për ne. Inkurajoj prindrit që të jenë serioz në tretmanin e fëmijëve të tyre. Jo me po pauza, jo pa udhëzim, se nëse të thon terapisti bëj pauzë 1-2 javë, 1 muaj, okay. Mirë po se ftoft, se kena me shku mos bëni pauzë. Cili është ai mesazhi apo ajo thirrja që i drejtohesh atyre prindve që ndihen të lodhur dhe të pashpresë me fëmijët me autizëm? Njëri fundi që duhet të dorëzosh jetë. Bile prap kur gjithë dorëzohen edhe kur vetja jote tenton dorëzohet, mi thonë se të zguzon dorëzohesh. Për shkak se shpresa, edhe kur shpresa vdes, ti duhet të kesh shpresë. Gjithmonë me besu tek fëmia jot, se fëmia jot ka me arrit aty ku ti je dashur. Ka me arrit aty ku gjithë jemi të punu për të, e që është pavarësimi. Kështu që i kisha thonë që nuk guxon të përdoret fjala lodhje, as dorëzim, e as humbja shprese. Këto janë 3 gjëra që do të vdesin tek ti. Humbja shpresës, dorëzimi edhe lodhja s'ka. Do të kesh motiv maksimalisht.
Fidan, përveç këtyre pyetjeve që unë kesh kurioze me t'i bë për shikuesit tanë, gjithçka që ti mendon që është e nevojshme me u tregu ose me na fol për fëmijët me autizëm ose për ndërgjegjësim, çka do që ti mendon që është e nevojshme me që dhe jemi në muajin e ndërgjegjësimit, lirisht mundesh me e bë. Edhe pse ndoshta pyetjet e mia kanë përfshi pak a shumë ato që veç dashur me ditë si informacione bazë, çka do që ti mendon që është e nevojshme me u thënë për shikuesit tanë edhe për ato familje që kanë fëmijë me autizëm, lirisht ndjehu i hapur edhe lirisht. Unë jo veç ata cilët kanë fëmijë me autizëm, po edhe për tjerë e kam një mesazh që jo mbo baja t'ja përsërit. Vazhdimisht, edhe në emisione, edhe kur dal para studentëve, edhe kur mi pas fjala dikun. A duhet patjetër të jam fëmia jote që ti të mirë kuptojsh çashtu që duhet edhe të më pranojsh çashtu që duhet. Pranon një fëmijë ndryshe në shoqëri, në klasë, në muhabet, në gjithçka, për shkak se imagjinoj të jetë bota ta ketë veç një lloj ngjyre, veç një lloj pemë, veç një lloj lule. Çfarë do ishte jeta? Do ishte jeta bajat. Në vërtet. Kështu që çto ndryshimet e bën jetën tonë interesante. Çto ndryshime unë e patëm një ditë për ndërgjegjësimin e autizmit edhe i mora një trikull dhe i prisha krejt. Një krah qita në ndej, një krah kënej, një koka ndej, një këmë kënej. Edhe thash, tash bashkojni, si cili tash kemi u njoftu egzonës ndoshta as nuk e nje, më falë pas këtij krahun e djathta po bashko më bashkë se unë kom krahun e majt, tjetrit më falë te pas këtë trupin. E thash që kjo mesazhi jam, që e kuptoni që edhe pjesët e trupit tonë janë të ndryshme. Nuk i kemi dy dur djathta, dy kom të majta, çush kishe ecë me dy kom të majta, me dy dur djathta, çush kishe vepru. Kështu që edhe Zoti edhe gishtat na ka bën ndryshe, edhe gjithçka edhe në vetet tona ne kemi gjëra të ndryshme. Kështu që është shumë më rëndësishme e pa se jeta me njerëz, me veprime, me gjithçka të ndryshme e bën jetën tonë më të kompletuar, më interesante dhe më i jep kuptim jetës sonë. Imagjinoj tastaturën. Nëse na kishmi shku e kishmi përdorësh se kishte thënë asnjë kuptim. Ose nëse kishe shku me rand, A, B, C, Ç, D. Jo, cilat shkruajnë duan atë që to i përdorim. Shkruajnë të ndryshme japin kuptim fjalisë. Shkruajnë të ndryshme japin kuptim jetës. Kështu që kuptojeni çdo gjë që është ndryshe, kur mos e gjykoni asnjë person. As mos i paragjykoni njerëzit, për shkak se çata janë njerëzit që i japin kuptim botës, i japin kuptim jetës, edhe i japin kuptim njerëzisë. Shumë e vërtet, dhe shpresoj shumë që të ndodhë kjo. A përdor një shpesh metoda të tilla për me i dhënë mesazhe të rëndësishme njerëzve ose prindve me të cilët bashkëpunoni ose fëmijët në terapia, a përdor një mekanizma kështu të ndryshëm, për shembull rasti kukullës ishte që e ceke, a ka diçka tjetër ndryshe që përdorni? Varësisht nëse e shoh të arsyeshme po, sidomos kur jam në namaz. Një special në namaz du me përdor metoda të tilla që me kuptuar sa më konkretisht, me qenë në diskutimet e mia. Unë nuk di të përdori slajde. Unë di të përdori, për nuk di të ligjeroj me slajde, kupton? Kështu që për mua gjërat e prekshme më interesojnë. Me gjërat për më mësu që ashtu punën me fëmijë. Unë në emision podcastin e kalum kur isha i tregova thash unë ndroj dha pampersa. Okej, po. Kështu që është që kjo është puna jonë, që kjo është ajo që ka na pinë mëngjes deri në mbrëmje përballemi, me ndonjë pampersa, më jam mësu kupin, me mësu me lut me atë. Donjëherë tu lutone harroj që të punu, se unë ndoshta që më shumë lojë se sa fëmijët. Okej. Kështu që puna është e tillë. A ka staf të mjaftueshëm qendra ERA? Qendra ERA ka staf multidisiplinar që përbët për defektolog, logoped, psikolog, ergoterapeut, që rrallë në rajoni që qendrat që kanë ekip multidisiplinar. Kështu që qendra ERA po. Edhe jena të lumtur që na ka ra me pas bashkëpunim me terapistë të ndryshëm. A janë nga Lugina ata? Po, gjithë janë nga Lugina. Shumë mirë. Që kanë studiuar në vendet ndryshme bile, bashkëpunëtorët e mi të e bo fakultetet për s'det, për shkak se më duket aty ke studium Kosova, për shkak të penalizimit mos njohjes diplomas, janë duke i kry fakultetet për s'det në Maqedoni, për shkak të me pas mundësi në të ardhmen me u inkludu edhe me kontribu më shumë edhe në institucione publike. Edhe unë vazhdimisht i kom inkuraju që na duhet të inkluduam edhe në institucione publike, që të punojmë në institucione publike që të japim shërbime dhe aty.
Shpresoj shumë që të ndodhë kjo, sepse realisht kemi nevojë, e sidomos për këta trit që unë gjithmonë bëj thirrje, sidomos këta trit që ka një profesion caktuar, me ardhe dhe me kontribum, po besoj që ndjen me fat gjithë ato familje, gjithë ata fëmijë që qendra Jera funksionon në vendin tonë, edhe po ju uroj që sa më gjatë me qenë aktiv në vendin tonë, me ose pa mbështetje, asnjëherë nuk do të më qenë demotivim kjo puna e mbështetjes, se po nëse vjen gjithmonë është e mirë se ardhur, unë e kuptoj. Unë zakonisht kur diskutoj me njerëz që kanë ndoshta mundësi me kontribua edhe institucionet fundja. Po. Mos e ndihmoni qendrën, ndihmoni prindërit, ndihmoni familjet. Unë nuk jam për fëmija me nevoja të veçanta me marrë shërbime pa pagesë. Me shku për shembull në furr me thonën unë kam një fëmijë me nevoja të veçanta ama me jep një bukë pa parë. Jo. Le të jetë krenar ai. Jepja ti një penzion, jepja një rregullare statusin ekonomik, ai le të blej me krenari, ushqim le të marrë shërbimin me krenari. Në njëti barabartë. Po, pra. Jo për shembull me i dhon patjetër tek ne edhe pastaj prindrit më arsi. Jo. Punat e ta, merro me ta, ndihmoj atyre. Asnjëherë nuk po bëj thirrje për ne. Po bëj thirrje për ata. Kështu që mendoj se është e rëndësishme që ata të ndihmojnë edhe kështu që fëmijët me nevoja të veçanta unë shpesh kam raste që vinë prindër edhe njëri asnjëherë nuk mësot me dhimbjen e tjetrit. Edhe më thot dikush ndonjëherë apo ti më je mësuar po nuk kush raste edhe me menaxhu edhe kështu edhe e të vjen lehtë. Asnjë rast nuk më pasën e lehtë. Çdo rast që më ka ardhur ka qenë rast i ri për mua dhe ka qenë si rasti i parë për mua. Se çdo rast ti e shef dy fëmijë të njëjtë kanë gjendje komplet të ndryshme në familjet e tyre, edhe në jetën e tyre. Kështu që asnjëherë nuk mund të mësohesh me gjendjen e tjetrit ose me dhimbjen e tjetrit. Edhe shumë shpesh është raste që wow, a nuk të kam pa shihet ose njerëzit për rreth te që te kanë çet nevojë. Ja nuk kanë ndërmarrë një hap për me të ndihmuar për një gjë të caktuar. Kështu që edhe vullneti për çështje sociale tek ne është i ulur. Të kujtohet për shembull protesta para 15 vjetëve te komuna sipas komun komendu. Po. Shtin një rresht në shtëpitë kulturës nuk mbushet. Është vërtet. Kjo po ndodh në ashtu dosh më thonë që secili pikqyrmi punët tona, po realisht nuk është që i këshyrin veç punët e veta kështu njët, po kur vjen puna për iniciativa të rëndësishme, nuk janë mua aty, nuk e kuptoj. Se hala e hajnë lugën e macchiatos edhe i gjykojnë të tjerët. E vërtet. Fatkeqësisht. Fidan, faleminderit shumë nëse keni mesazh për fund ose një thirrje, çka që ti mendon se është e nevojshme lirisht mundesh me bua, edhe pse na dhe shumë mesazhe dhe thirrje gjatë kësaj bisede, po çka që ti mendon për fund diçka për shikuesit tan lirisht. Unë kisha përshëndet shumë stafin tuaj. Faleminderit. Që gjithmonë është përkrahas i iniciativave të qendrës Jera, edhe i falenderoj shumë. Edhe gjithë shikues tu i përshëndes edhe i them që jeni me fat që e keni spektrin. Faleminderit shumë. Për mua ke kënaqësi, po besoj edhe për shikuesit tanë që ju pata sonte mysafir në podcast. Shpresoj që jemi prapë herave tjera. Për juve shikues të dashur, ne shihemi përsëri të premtën tjetër deri atëherë mirëmbëjtje.